Investimet e KEC kanë qenë përqendruar në tensionin e mesëm, tensionin e ulët dhe në stabilimentet shpërndarëse, si në Gjakuvanish, dhe në stabilimentet tjera shpërndarëse në daljen e Ponoshesë dhe në daljen e Cemjanit. Nevoja ka qenë jashtëzakonisht e madhe në rajonin tonë, shtyllat kanë qenë shumë të vjetra dhe pas disa dekadave mos investimeve në këtë rajon, tashmë kemi pjesën më të madhe të rrjetit komplet të ri. Konsumatorët tashmë janë të kënaqur dhe i prekin çdo ditë rezultatet e investimeve tona. Energjia elektrike është shumë më stabile, kualiteti i tensionit është shumë më stabil, edhe gjithashtu gjitha pajisjet tashmë funksionojnë normalisht edhe me rrymin e duhur, të mjaftueshme. Investimet që KEC ka realizuar në distriktin e Gjakovës janë të standardeve më të larta, teknike edhe të sigurisë. Këto çka dëshmojnë që do të jenë shumë më të sigurta në furnizim më stabil dhe të qëndrueshëm me energji elektrike.